Udhëheqësit e Kosovës dhe vendet mike të saj presin që vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të çojë në një valë të re njohjesh dhe në një fazë të re marrëdhëniesh me Serbinë. Vendimi po ashtu i hap rrugën Bashkimit Evropian për të dalë me një politikë të vetme ndaj Kosovës, gjë që mund ta ndihmojë këtë të fundit në përpjekjet e saj integruese. Këto janë zhvillimet e fundit pozitive në planin ndërkombëtar, ndërkohë që brenda vendit Kosova si shtet i ri ndeshet me probleme dhe me sfida të shumta në rrugën e saj drejt konsolidimit të institucioneve dhe krijimit të një shteti funksionues ligjor. Një prej problemeve më të mprekta është edhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kuadër të fushatës së kohëve të fundit kundër korrupsionit, autoritetet dhe zyrtarët e Euleksit arrestuan sot guvernatorin e Bankës Qendrore Hashim Rexhepi. Ky është zyrtari i dytë i lartë pas ministrit të transporteve Fatmir Limaj, që hetohet për korrupsion. Për të folur për këto zhvillime në Kosovë, ne kemi ftuar sot në studio kryeministrin Hashim Thaçi. Zoti Thaçi, ne kemi pasur gjithë këto ditë të pranishme në programin ton për shkak të vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Sot mirë se erdhët në studio. Mirë se jeni. Faleminderit. Zoti Thaçi, vizita juaj në Washington këto ditë është cilësuar si shumë e suksesshme. Ju morët mbështetje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara, po ashtu vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë ishte shumë i qartë, pa lënë më dyshje në favor të pavarësisë së Kosovës. Ndërsa ktheni tani në vendin tuaj, çfarë përgjegjësie bie mbi qeverinë tuaj që këtë sukses ndërkombëtar ta kthej tash ta shndrojë në zhvillime pozitive të brendshme, të prekshme nga banorët e Kosovës? Po, dëshiroj të theksoj se ky është një sukses historik për Republikën e Kosovës, për institucionet tona, për qeverinë e Kosovës, për popullin e Kosovës. Është një fitore edhe për Kosovën, edhe për rajonin. Opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare ishte shumë i qartë. Mund të them super i qartë, se shpallja Kosovës shteti i pavarur dhe sovran ishte e drejtë e jona legale, legjitime dhe plotësisht përputhshmëri edhe me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Kosova është njëri nga gjartën e shtete, është pjesë e Bankës Botërore, e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa nga dje edhe ato vende të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë dhe që kanë pasur si pretekst pritjen e prezantimit të opinionit të Gjykatës Ndërkombëtare, mendoj se ky pretekst apo kjo arsye, mund të them, tani më nuk ekziston. Dje, opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare dha përgjigje gjithë botës për të drejtën e popullit të Kosovës për shtet pavarur dhe sovran. Pra, ky opinion, që është një opinion i shkëlqyer, definitivisht i hap rrugë konsolidimit dhe forcimit të shtetit të Kosovës, njohjeve të reja. Është një kapitull i ri për të integruar Kosova sa më shpejt në NATO, Bashkimin Evropian, e pse jo në më afërt edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Është një opinion që do ta unifikojë gjitha vendet e Bashkimit Evropian për të ardhmen e Kosovës, ndërsa ato 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur, unë dua të besoj dhe ftoj edhe konftuar edhe dje, edhe sot, që ta njohin sa më parë, sepse Kosova është vend, është shtet me perspektivë euroatlantike, me perspektivë evropiane. Dhe në këtë kuadër, çfarë detyrash të reja i bjen qeverisë tuaj në Kosovë sot? Unë edhe në takimin me zëvendës presidentin Biden, edhe në gjitha takimet me zyrtarët e lartë në Washington, kam prezentuar të arritur dhe progresin e Kosovë, e gjithashtu edhe dje në bisedën telefonike që kisha me baroneshën Ashton për qëndrimin e Brukselit për zhvillimet e reja në Kosovë, dua të them se opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare vetëm sa arrit përgjegjësitë e institucioneve të Kosovës, vetëm sa forcon të drejtën tonë për të vazhduar në reforma, prandaj reforma do të vazhdojnë në të gjitha drejtimet, në veçanti në politikë, në ekonomi, por dhe në drejtësi, në mënyrë që të vazhdohet me qeverisje edhe me efikase, me efektive, qeverisje të mirë. Ne kemi ditur edhe të shtirojmë vendin, edhe të shpallim Kosovën shtet, edhe të fitojmë njohje, edhe tani mund të them se opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare është një njohje gjithë ndërkombëtare për Kosovën, ndërsa tash duhet bëjmë më tepër edhe në ekonomi, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në ambient, edhe për krijimin e vendeve të reja të punës dhe për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të vendit tonë. Zoti Thaçi, Euleksi sot bëri një arrestim të ri në hetimet për korrupsion, guvernatorin e Bankës Qendrore. Sa e përhapur është korrupsioni në Kosovë? Sa i shqetësuar jeni ju nga shtrirja e tij? Në fakt, korrupsioni në Kosovë në 10 vitet, 11 vitet e fundit është heshtur në emër të një apo nuk është luftuar në emër të një stabiliteti. Ndërsa tani unë i kam drejtuar dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës
dhe kom garantuar qytetarët e Kosovës se do të jemi në balë të luftës kundër korrupsionit, i kom siguruar edhe miqt tanë në Washington, por edhe në Bruxelles. Kjo betejë do të jetë pa kompromis. Pas 11 vitesh po fillon apo ka filluar betejë kundër korrupsionit. Mota jonë është zero tolerancë ndaj këtij fenomeni negativ. Pra ajo që ka munguar Kosovës në 11 vitet e fundit tani ka filluar, do të vazhdoj dhe do të jemi të pa kompromis për sundimin e ligjit në mënyrë që ndërtojmë shtet demokratik, një shtet atë dhe gjithë qytetarëve të saj, sepse kam theksuar dhe dje dhe prezantimi i opinionit gjykatës ndërkombëtare është një opinion të cilin askush nuk duhet ta ndijë veten të humbur, pavarësisht nga dallimet, nga ndryshimet etnike të cilat i kemi në Kosovë, pra është një lajm i mirë për gjithë, edhe për shqiptarët, edhe për serbët, edhe për malazezët, egjiptasit, turqit, bosnjakët dhe të tjerë. Zoti Thaçi, ju sapo thatë se ju keni garantuar qytetarët në Kosovë se lufta kundër korrupsionit do të jetë pa kompromis. Por nga ana tjetër ne kemi një ministër të kabinetit tuaj, zoti Limaj, i cili ndonse në netime për korrupsion vazhdon të jetë ende në detyrë. Nuk mendoni se qëndrimi i tij në detyrë së pari pengon mbarvajtjen e punimeve në sektorin që ai drejton dhe së dyti dëmton imazhin e qeverisë tuaj në kohë që ju po angazhoni për të luftë të fuqishme kundër korrupsionit. Pra, pse nuk i kërkoni ju atij të japi dorëheqjen në kohë që zhvillohen hetimet? Duhet bërë dallimin mes drejtësisë dhe politikës. Në asnjë rrethon politika të mos ndikojnë në sistemin e drejtësisë, qoftë vendor apo ndërkombëtar, gjithë janë të barabartë para ligjit, drejtësia e bën punën e vet, ndërsa institucionet politika e bën punën e vet. Megjithatë, imazhi, shembulli që jepet, mesazhi që përçohet duke mbajtur një ministër në hetime në qeveri, unë dëgjova dhe opinione që fenomenet e luftës kundër korrupsionit po e prishin imazhin e Kosovës. Unë them që pikërisht heshtja 10 vjeçare e ka dëmtuar imazhin e Kosovës. Lufta kundër korrupsionit e përmirëson imazhin, e forcon imazhin dhe në këtë drejtim unë pres një mbështetje gjithë qytetare dhe gjithë politike. A është ky vetëm fillimi i fushatës apo a do shtrihet më tej fushata? Ashtu nuk do të përzihem tek organet e drejtësisë, tek autoritetet përkatëse për luftimin e këtyre dukurive negative, por do të vazhdoj të jem në balë të zotimeve të mia për ndërtimin e rendit demokratik, të sundimit e ligjit dhe zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe do të shtrihet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe kontrabandistët në veri. Le të ndalemi pikërisht tek veriu. Çfarë mundësish të reja ofron vendimi i gjykatës ndërkombëtare për qeverinë e Kosovës që të merret me problemin e veriut për zgjidhjen e kësaj çështje të vështirë? Ne kemi filluar me hapjen e zyrës së Republikës së Kosovës në veri. Tani kjo zyrë shërben gjithë qytetarëve të Republikës, i shërben edhe serbëve, edhe shqiptarëve që jetojnë në atë pjesë. Shpejti do hapet edhe gjykata, do të vazhdohet me hapa të tjerë. Do thotë e para është verja e lidhshmërisë, pastaj organizimi i zgjedhjeve të lira në të komunat tjera, formimi i komunës së re dhe angazhimet tona socioekonomike. Vetëm në 2 vitet e fundit kemi investuar rreth 12 milion euro në infrastrukturë në veritë e Mitrovicës, kështu që definitivisht do të vazhdohet me hapa konkret integrues për gjitha komunitetet që jetojnë në këtë pjesë. Do një nismë re nga qeveria juaj për vendim për Mitrovicën pas vendimit të gjykatës? Ne do të vazhdojmë hap pas hapi, duke konsultuar me autoritetet e EULEX-it dhe ICO-s, duke respektuar gjithmonë kushtetshmërinë dhe aspektet ligjore të Republikës së Kosovës dhe dokumentin e presidentit Ahtisari, kështu që do të ketë veprime konkrete hap pas hapi, por të prekshme për të mirën e gjithë qytetarëve të vendit dhe natyrisht se do të jemi jashtëzakonisht të pa kompromis ndaj atyre njerëzve të cilët e kanë mbajtur gjendjen në tension. Pra atje nuk do të ketë vend as për ekstremist, as për radikal e as për kontrabandist. Gjithë ata të cilët e kanë shkelur ligjin do të ballafaqohen me ligjin. Edhe një pyetje fundit. Kur mendoni se pavarësia e mbikëqyrur e Kosovës duhet të përfundojë? Ajo që parashikoi planeti i saj. E kam theksuar edhe më herët, e sot vetëm e rifuqizoj mendimin tim, sidomos pas prezantimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare se periudha e pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën veç është e përmbyllur suksesshëm. Prandaj është hapur kapitulli i ri i zhvillimit të Kosovës, i konsolidimit të shtetit, i njohjeve të reja dhe procesi i integrimit të Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian.
në këtë vjesht presim edhe në fund të verës presim edhe marrjen e udhërrëfysit për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, gjithashtu edhe të përmbyllur procesin e negociata për marrëdhëniet tregtare edhe procesin e stabilizim asociimit. Zoti Thaçi, faleminderit. Faleminderit gjithashtu për juve. Faleminderit.